nuk e di sa ke ngrënë këto festa, por nëse si puna ime dhe si puna e 99% të njerëzve që kemi ngrënë, atëherë do të tregoj se si ta bësh çajin akoma më detox, edhe si të heqësh nëse ke për shembull ke akumuluar pak yndyrë tek barku, ose ndjen këto fryrjet. Okay. Tu kam vendosur çajin. Okej, edhe aloe. Këto të dyja bashkë bëjnë një kombinim perfekt, të ndihmojnë jashtë masë shumë edhe me hidratimin, edhe me detoxin, edhe të djegësh më shumë kalori dhe gjitha me radhë, por nëse këto të bësh një detox akoma më mirë, edhe të eliminosh çdo lloj gjë që mund të kesh mbledhur këtu, dhe të funksionojë mirë zona e trashëgimit gjitha me radhë, të duhet edhe kjo. Fibrat janë një nga produktet më të rëndësishme, sidomos për sa ka të bëjë për shembull me yndyrën, me funksionimin e metabolizmit, me zonën e trashë, me pastrimin e trupit, është çdo gjë që të duhet. Por mund ta përdorësh në shumë mënyra, mund ta pish bashkë me çajin dhe me aloe, mund ta vendosësh brenda tek formula në mëngjes ose në darkë, mund ta pish thjesht me ujë, okay, para se të hash drekën për shembull, vaktin e lirë ose darkën ose diçka, e pi këtë dhe kjo i mbledh të gjithë ato që nuk i ka nevojë trupi dhe i çon, mos tem ku i çon, mund ta kuptosh vetë.